Tattarella udhëhiqte parlamentarët italianë në Parlamentin Evropian. Ai I jepte gjithmonë një mbështetje të madhe grupit të Partisë Popullore Europiane në këtë parlament. Më kujtohet shumë mirë se shumë herë përfaqësuesit e tij votonin së bashku me deputetët e Forza Italia dhe të Lega Nord, duke luajtur kështu një rol shumë të rëndësishëm në vendimarrjet e Parlamentit Evropian në Bruksel. Edhe një herë, duke shprehur respektin tim më të madh për të pavdekshmin, për gjeniun e politikës italiane dhe për reformatorin e madh Pinuccio Tattarella, falenderoj mikun ton që erdhi këtu mes nesh për të zhvilluar një debat mbi këtë